Provojmë Pringles me shije misterioze. Tani se çfarë është kjo shija misterioze, vetëm ata të Pringlesat edhe Zoti e din. Po mua më duk shumë interesante dhe thash ta provoja, për më tepër ta provoja këtu me ju. Ose shikoja se sa do i dalloj shijet e Pringlesave duke mos e ditur se çfarë ka brenda. Ose ndoshta do jetë ndonjë formulë re, nuk e di, do ta shikojmë tani. Nuhasim si fillim, duken si sour cream. Jo 100% sour cream, po shikoni pa këtu është bërë i pshesh. Megjithatë Pringlesat duhet të zgjidhja pikërisht të pshesh me patetinë. Po, na edhe çik kos edhe bëj pshesh me kos këtu. Jo, nga aroma nuk arrit ta dalloj dot se çfarë është. Duket sikur ka pak qep. Se ma jep atë ndjesinë e shpifur sa herë që ha qep. Si mendoni çoni? Ka pluhur qepe. Shikoj këtu. Ka Lore, është Pringles me qep. Si ato Pringlesat me uthull. Të keqen atyre. Jo, se këta nuk mirë. Këto të paktën hahen, ato me uthull s'haqen fare. Po disi se pak a shumë ju afrova unë nga aroma, se sour creami me qep është edhe me salcë. Ndërsa kjo që nga me sa duket vetëm me qep. Po jam shumë kurioze të di të gjitha këto kanë shije të ndryshme apo kanë gjitha shije qepe. Nuk do t'i provoj prapë, më mirë të marr ato që dua të ha sesa ta gjej ta se çfarë dua të ha unë. Ishte një dështim ky Pringles me pak fjalë. Faleminderit Pringles.